Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falënderimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedit, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshëm. Po takohemi sonte me lenin Allahu te bareke ve teala për të filluar me një cikël të ri të ligjëratave që kanë të bëjnë me një libër të jetë rëndësishëm, librin e Imam Buhariut, i cili titullohet El Adab ose Edukata. Është e rrugës dhe është pjesë e metodologjisë që në fillim të këtij cikli të prezantohemi me autorin, por njëkohësisht prezantohemi edhe me librin dhe disa prej veçorive të tij. Sigurisht se si emër për ju, Imam Buhariu nuk është i panjohur. Mirë po, jo të gjithë mbas e dinë edhe për disa detaje që kanë të bëjnë me jetën e tij, që kanë të bëjnë me tiparet e tij, që kanë të bëjnë me vlerësimin të cilin dietarët e kanë bërë për Imam Buhariun. Prandaj sonte me lenin Allahu te bareke ve teala do të mundohemi që të flasim paksa për imamin, e të flasim po kështu ta kompletojmë ligjëratën edhe me një përmbledhje rreth librit për të cilin, siç tham, me lenin Allahu te bareke ve teala do ta kemi në fokus të takimeve tona mbase për disa muaj. Buhariu njihet me këtë emër, ndryshe emrin e plot e ka Muhammed bin Ismail. Ka lindur në qytetin Buhara, i cili sot është në pjesën perëndimore të Uzbekistanit. Ka lindur në vitin 194 sipas hijretit ose 21 korrik me datën tonë 810. Kjo datë është e saktë për faktin se këtë Imam Buhariu e ka përmendur ta ketë gjetur me shkrimin e babait të tij. Pra datën e lindjes e ka cituar vetë imami, duke thënë se babai i tij e ka shkruar në letër se Imam Buhariu ka lindur me 13 Shawal të vitit 194 sipas hijretit. Buhariu në fakt është rritur jetim. Babai i ka vdekur duke qenë i vogël. Mirë po, Allahu te bareke ve teala na ka treguar në Kur'an famadh dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij se pastërtia shpirtërore, fetaria e prindit, vlerat e prindit reflektojnë edhe në edukimin e fëmijëve të tij. Prandaj imami është edukuar për faktin se babai i tij, edhe pse ka vdekur, ka lënë pas vete një pasuri, ka lënë trashëgimi disa të holla, që siç është shprehur në mënyrë personale, as edhe një dinar të vetëm nuk e ka fituar haram. Pra, ato të holla që ja ka lënë gruas së tij, nënës së Buhariut, ajo i ka shfrytzuar dhe ka edukuar të birin, dhe kanë dhënë efekt për faktin se kanë qenë para të fituara halal. E ju e dini që fitimi haram i pasurisë ndikon në gjithçka, ndikon në pengesat në rrugën me Allahun te bareke ve teala, më saktësisht ndikon në refuzimin e duas, ndikon në mungesën e bereqetit në jetë, e ndikon edhe tek edukimi i familjes. Një dinar haram mund të reflektojë në edukimin e gabuar, në keq edukimin e familjes. Prandaj fakti se e ka përmendur në mënyrë personale babai Buhariut se pasurinë të cilën ja ka lënë gruas së tij ka qenë e fituar halal, na bën të kuptojmë se edhe edukimi në vazhdim i Imam Buhariut është bërë i suksesshëm, nga se thjesht ka pasur një prind të mirë, një baba të mirë, e ka pas një nën edukatore, të cilët në fakt janë munduar të edukojnë fëmijën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Është interesante nderuar vëllezër se Imam Buhariu krahas humbjes së babait, duke qenë fëmijë e ka pas edhe një sprovë tjetër, një sprovë e cila ka qenë kogja e rëndë. Qysh fëmijë, imami ka humbur shikimin, nuk ka parë. Tani paramendoni
se si është ndjerë nëna e tij, kur në njërën anë nuk ka pas burr, në anën tjetër e ka një fëmijë i cili tani më është sprovuar me smundjen e verbrisë. Prandaj, siç kanë përmendur biografët, e ka përjetuar shumë rënd, ka qajt shumë dhe ka lutur Allahun te bareke ve teala vazhdimisht. E ka lutur Allahun vazhdimisht, derisa një natë Allahu te bareke ve teala në ëndër ja ka dërguar Ibrahimin alayhis salam, i cili i ka thënë nënës së Buhariut se ke qarë shumë, je mërzitur shumë, mirë po Allahu për shkak të lutjeve tua të shumta ja ka kthyer shikimin djalit tënd. Pra Imam Buhariut i është kthyer shikimi dhe kjo gjithsesi se është një prej mrekullive, është një prej mirësive të Allahu te bareke ve teala. Imam Buhariu ka filluar me nxënien e dijes duke qenë ende i ri. Ka filluar fillimisht tek dietarët në vendlinjen e tij në Buhara, e më pastaj ka shkuar edhe në vende tjera. Mirë po duke qenë kështu i ri Imam Buhariu, krahas mësimit të Kur'anit përmendsh që ka bërë, ka arritur që të mësojë disa vepra tjera përmendsh, pra i ka memorizuar të gjithat. Është fjala për veprat e Imam Abdullah ibn Mubarekut dhe veprat e Waqi ibn Jarrahut që kanë qenë dietar të njohur dhe në zën, i ka memorizuar gjitha dhe këtë e ka bërë duke qenë ende në moshën 16 vjeçare. Në moshën 16 vjeçare, imami bashkarisht me nanën e tij edhe me vllajën e tij kanë shkuar për të bërë haxhin. Kanë shkuar nga Uzbekistani në Mekë për të bërë haxhin, ku imami nuk është kthyer më. Pra ka vendosur që të qëndrojnë në Mekë dhe të merr dije, ndërsa nëna edhe vllai i tij janë kthyer. Në fakt Imam Buhariu këto mund të themi se ka filluar atë kërkimin profesional të dijes, kërkimin e një profili të lartë të dijes, për faktin se ka marrë mësim në Mekë, pastaj ka marrë mësim në Medinë, pastaj ka shkuar në Egjipt, në Basra, në Kufa, në Bagdad, dhe siç kanë përmendur disa prej dietarëve, më saktë Khatibi, ka thënë që nuk ka pasur dietar të hadithit në kohën e vet, e që imami nuk ka shkuar për të marrë mësim prej tij. Pra nuk ka mësuar prej një dietari, as prej 10 dietarëve, as prej 100 dietarëve. Është përmendur se Imam Buhariu ka marrë mësim prej më shumë se 1000 dietarëve. Prandaj edhe mund të themi se është një gjigant, është një personalitet i përmasave të mëdha, është një dietar i kalibrit të lartë për faktin se është edukuar dhe ka kaluar në përdorjen e më shumë se 1000 dietarëve. Dietarët e më saktë Ibn Hajeri e kanë bërë një lloj klasifikimi të dietarëve që Imam Buhariu ka marrë mësim prej tyre. Ibn Hajeri ka bërë një klasifikim në breza, e ka ndarë në 5 breza, mirë po fakti se ne po e prezantojmë këtu para jush dhe po mundohemi ta thjeshtësojmë sa më shumë, na ka bërë që të mos lëshohemi në disa detaje, por të përmendim vetëm disa emra sa për ilustrim. Ka mësuar prej Muhammed bin Abdullah Ansarit, prej Mekki bin Ibrahimit, prej Adem bin Ebi Yasit, prej Sulejman bin Harbit, prej Ali bin Medinit që është emër i njohur, prej Yahya ibn Ma'init, pastaj ka mësuar po kështu edhe prej Imam Ahmedit, prej Ebu Hatim al-Razit, e madje në disa raste vetëm sa për dobi për ta përmendur, Imam Buhariu ka mësuar edhe nga nxënësit e tij. Pra ka qenë mësues, po njëkohësisht edhe nxënës i tyre, dhe kjo nuk është e panjohur në historinë e shkencave islame. Ka dietar të shumë që kanë marrë mësim nga nxënësit e tyre dhe i kanë mësuar në të njëjtën kohë, dhe i këtill ka qenë edhe Imam Buhariu. Nëse imami ka marrë mësim prej 1000 dietarëve, ata që kanë marrë mësim prej tij janë vërtet shumë. Llogaritën me mira, me 10 mira madje, përmendet se në Bagdad, kur Imam Buhariu ka mbajtur ligjëratat e tij, kanë marrë pjesë deri në 20.000 veta. Në Bagdad kanë marrë pjesë deri në 20.000 veta, ndërsa ata që kanë dëgjuar librin e tij Sahih, libri që konsiderohet më i saktë pas Kur'anit, kanë qenë 90.000 veta.
Pra një numër jashtëzakonisht i madh, një numër që tregon për rëndësinë që Imam Buhariu ka pasur dhe për vlerën që libri i tij Sahih ka pasur. Imam Buhariu është mësuesi i disa emrave të mëdhenj, për shembull, ne jo rrallë e citojmë në ligjëratat tona, e lexojmë në libra. Imam Muslimi. Imam Muslimi është autori i librit As-Sahih, që konsiderohet libri më i saktë pas librit të Buhariut. Pra është një vëllim, një libër në cilin janë përmbledhur hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe i cili konsiderohet menjëherë pas librit të Buhariut libri më i saktë, e pikërisht Imam Muslimi ka qenë nxënës i Imam Buhariut dhe siç do ta vrejmë me lenin Allahu te bareke ve teala, konsiderata e tij për Imam Buhariun ka qenë deri në qiell. Pra ka pas një vlerësim njerëzakonisht të lartë, një vlerësim teje të madh, i cili vërtet është me rëndësi. Po kështu ka marrë mësim prej Imam Buhariut edhe Tirmidhiu, është autori i Sunenit. Ekzistojnë 6 libra, për shkak se do t'i përmendim me lejen e Zotit gjatë ligjëratës, 6 libra që konsiderohen si referenca bazë në hadithe. Sahihu Buhariut, Sahihu Muslimit, Suneni Tirmidhiut, në fakt vjen Suneni e Abu Davudit, i Tirmidhiut, i Ibn Majahs dhe Nesaiut. Pra janë këto 6 libra që konsiderohen si libra referenciale në hadith. Dhe prej këtyre librave, autorëve të tyre, 2 që konsiderohen tejen të rëndësishëm, Muslimi dhe Tirmidhiu, kanë qenë nxënës të Imam Buhariut. Imam Buhariu përmendet për vlera jo vetëm shkencore, por edhe vlera fetare. Pse po e them këtë, nderuar vëllezër, dhe pse ka rëndësi kjo, është për faktin se ne jo rrallë në kohën tonë, në kontekste tjera jo fetare, gjejmë personalitetet të cilët ndoshta dallojnë në një fushë. Për shembull mund të jenë shkencëtarë shumë të mëdhenj. Mirë po nëse shpalos detaje nga jeta e tyre, kupton se janë njerëz të tmerrshëm, janë monstruoz, janë njerëz që ndoshta irritohesh me rastin, momentin që njihesh me këto detaje. Alkoolizar, njerëz të dhunshëm, njerëz që mund të jenë të pandershëm, edhe pse janë shkencëtarë. Ndërsa tek dietarët musliman kjo gjë nuk ekziston. Prandaj kur flasim për Imam Buhariun dhe për dietarët musliman, flasim njëkohësisht edhe për vlera. Imami përmendet që ka qenë i përkushtuar shumë në faljen e namazit, ka fal namazin si imam dhe veçmas në teravih, në secilin prej rekateve ka kënduar nga 20 ajete. Gjatë një muaji ka përmbyllur, e ka bërë hatme Kur'anin në namazin e teravive. Pastaj çdo ditë të Ramazanit, gjatë ditës, nga sabahu deri në akşam, e ka bërë një hatme. Pastaj çdo 30 natë të Ramazanit e ka bërë një hatme tjetër, që nënkupton se imami gjatë një muaji në Ramazan i ka bërë 40 hatme. I ka bërë 40 hatme, e ka lexuar plus Kur'anin si imam. Pra thjesht flitet për një përkushtim të tij në namaz. Mirë po, ju siç e dini, fetaria nuk është gjysmake. Një musliman nuk konsiderohet i mirë vetëm nëse fal namaz, vetëm nëse këndon Kur'an. Një musliman konsiderohet i mirë edhe për raportet cilat i ka jashtë xhamisë. Prandaj ne gjejmë Buhariun tek dallon edhe në këtë aspekt shumë. Thot, kam ymyd se Allahu te bareke ve teala nuk do të më merr në llogari për përgojimin e asnjë njeriu. Ne ndoshta gjatë ditës me 10 herë i përgojojmë njerëz, i shajmë, i fyejmë, ose shkruajmë keq, ose bëjmë gibet, ose ndërsa imami thot se ka jetuar 63 vite dhe nuk e ka përgojuar as edhe një herë të vetme asnjë njeri. Është interesante se ky moral, ose ky tipar i moralit, ka reflektuar edhe në punën shkencore të tij. Dhe kjo është ajo që në fakt i jep jeshi, edhe e bën më të bukur, edhe më jorse, edhe më tërheqëse punën e tij. Dietarët musliman në disa raste, kur për shembull përgojimi
kam përmendur rastet kur lejohen dhe në përshkrimin e dikujt para, po them gjykatësit ose në librat e hadithit, kur përmenden biografit, përmenden në mënyrë të drejtë për drejtë edhe disa tipare negative. Për shembull, thuhet se filan transmetuesi ka qenë gënjeshtar, ndërsa kjo nuk është vërtetur tek Imam Buhariu. Ibn Hajeri, Imam Dhahabiu, më falni, Allahu e mëshiroft, ka thënë se Buhariu në punën e tij shkencore është kujdesur shumë edhe në shprehjet cilat i ka përdorur. Pra kur ka folur, Buhariu konsiderohet mjeshtri i njohjes së dobësive të hadithit. Konsiderohet autoritet, konsiderohet referencë në këtë aspekt. Dhe kur ka folur, ka thënë kësaj, kam rezerva në hadithet e filanit. Nuk ka thënë që filani po gënjen, që filani, siç mund ta përdor dikur drejt për drejt, është gënjeshtar ose ndonjë term edhe më të rënd ose jo, ka thënë kam rezerva në hadithet e filanit, dhe Imam Dhahabiu ka thënë se sa herë që përdor Buhariu këtë shprehje, për qëllim është se hadithet e këtij personi janë të dobta. Pra, është kujdesur edhe në aspektin e raporteve me të tjerët, mirë po ky moral ka reflektuar edhe në punën e tij shkencore. Buhariu ka qenë dietar dhe autoritet në fushën e hadithit pas një dyshim. Ka qenë prej atyre që, siç ka thënë në mënyrë tekstuale personalisht, a thënë, unë i kam memorizuar 100.000 hadithe të sakta dhe 200.000 të tjera të pasakta. Pra, në memorien e tij, imami ka pasur 100.000 hadithe të sakta dhe 200.000 hadithe të tjera të pasakta. Po ashtu ka thënë se sa kam shkruar hadithe prej më shumë se 1.000 dietarëve. Prej secilit prej tyre kam shkruar të paktën 10.000 hadithe. 1.000 dietar, prej secilit nga 10.000 hadithe, tani mund ta merrni parasysh se sa shumë i është përkushtuar imami hadithet. Prandaj nderuar vëllezër, kur ne flasim për Imam Buhariun dhe kur ne shohim mendimet e të tjerëve për Imam Buhariun, kuptojmë se sa vërtet ka qenë i madh Buhariu. Mësuesi i tij, Ali ibn Medini, që njëherë është konsiderohet ndoshta prej atyre emrave më të spikatur të mësuesve të Buhariut, ka dëgjuar një ditë se imami e ka lëvduar Imam Ali ibn Medinin. Ka thënë se unë nuk e kam parë veten dëvogël para askujt përveç se para Ali ibn Medinit. Dhe kur e ka dëgjuar këtë fjalë Aliu, Allah mëshiroft, e ka kuptuar se bëhet fjalë për modesti, edhe pse në fakt ka qenë dietar i pakontestueshëm. Dhe ka thënë kësaj, Buhariu nuk ka parë dietar të ngjashëm me veten. Pra, ka marrë mësim prej 1.000 dietarëve, ju ka dhënë mësim me 10 mira nxënësve në mesin e tyre dietarë shumë të mëdhenj, ka shkuar në vende të ndryshme, mirë po nuk ka parë dietar të ngjashëm me veten e tij. Amr bin Ali Fallas, si ka thënë, atë hadith që Buhariu nuk e di, ai nuk është hadith. Pra po flasim për dikë që nuk është thjesht një dietar i hadithit, nuk është thjesht një njohës i hadithit. Mirë po, është një emër, është një autoritet, është dikush që, sipas këtij dietari, nëse nuk e din një hadith, atëherë ai nuk është hadith. Ai tekst nuk është hadith. Dhe kjo flet për vlerën që ka pasur Buhariu. Nxënësi i tij, Tirmidhiu, ka thënë kësaj, nuk kam parë në Irak dhe as në Khorasan mësues më ditur për dobësit dhe për historikun e haditheve se sa Imam Buhariu. Një ditë Imam Muslimi ka diskutuar me Imam Buhariun për kitazi me një hadith. Dhe kur imami ka treguar se hadithi për cilin po flet ka disa dobësi, Imam Muslimi është mahnitur dhe ka thënë, o imam, ty vetëm ai që është ziliqar të urren dhe nuk ka dhe dëshmoj se në dynja nuk ka të ngjashëm me ty. Paramendoni, dietari ndoshta dhe padyshim
në mesin e dietarëve më të mëdhenj të hadithit, Imam Muslimi, e jep këtë vlerësim për Imam Buhariun, duke thënë se nuk ka të ngjashëm me ty në këtë dynja sa i përket hadithit. Po kështu edhe Imam Ahmedi, që siç e përmendëm ka qenë mësuesi Imam Buhariut, ka thënë Horasani nuk ka nxjerr një dietar të ngjashëm me Imam Buhariun. Ibn Kathiri e ka përshkruar si imami i hadithologëve të kohës vet. Imam Buhariu, ndëruar vëllezër, për shkak të kohës, po e reduktojmë që të mos na merr kushëm, ka qenë autor i disa veprave teje të njohura. Libri Sahih Buhariut është libri në cilin janë përmbledhur hadithet më të sakta të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Krahas tyre Imam Buhariu është autor edhe i disa veprave tjera në fusha tjera, cilat janë jo pak të rëndësishme. Është autor edhe i veprës El Adab, etika, cilën ne me lejen Allahu te bareke ve teala do ta shpjegojmë. Imam Buhariu gjatë jetës së tij ka përjetuar sprova të ndryshme. Ka qenë jetim, ka mbetur siri vetëm për t'u edukuar, pra nëna dhe vllajt i janë kthyer në vendlindje, ai e ka marrë botën në sy dhe ka marrë dije. Pastaj kur është bërë autoritet, është kthyer në Neisabor dhe aty kanë filluar që ata që në fillim kanë shfaqur atë mikpritjen, atë respektin për shkak të zilisë së madhe, kanë filluar që të shpifin për Imam Buhariun. Kanë shpifur aq sa imami është detyruar që të largohet prej aty dhe ka shkuar në Buhara, në vendlindjen e tij. Edhe në vendlindje ka qëndruar për një kohë, mirë po ka filluar një mos pajtim ndërmjet tij dhe guvernatorit të Buharës. Guvernatori ka shfaqur respekt për Imam Buhariun, mirë po ka kërkuar diçka që imami ka konsideruar që është e ulët dhe nuk përkon me një personalitet, me një dietar të fesë, siç duhet të jetë dietari. Ka kërkuar që imami të shkojë në shtëpinë e tij dhe t'ia mësoj fëmijët. Pra që të mbaj kurse të veçanta me këto shprehje tona të sotme, vetëm për fëmijët e tij. Imami ka refuzuar për arsye se dija është më e madhe dhe dija është ajo që ne duhet t'i shkojmë e jo dija të shkoj. Pra njerëzit duhet të vinë për të marrë dije dhe jo hoxha të shkoj që ta veçoj dikë prej të tjerëve. Pastaj janë munduar që ta gjejnë një lloj kompromisi, atëherë ka thënë do të shkosh në një xhami ku prezent do të jenë vetëm fëmijët e mi. Pra përderisa nuk po pajton që të vish tek unë në shtëpinë time, atëherë po shkon në një xhami ku do t'i mësosh vetëm fëmijët e mi. Edhe këtë ka refuzuar imami dhe për këtë shkak kanë filluar madje edhe me disa akuza dhe imamin e kanë larguar nga vendlindja e tij dhe kësaj Imam Buhariu ka shkuar në Samarkand, ku edhe në moshën 62 vjeçare, në natën e fundit të Ramazanit, në vitin 256 e ka gjetur vdekjen. Pra ka jetuar plot 62 vite dhe është varrosur ditën e Fitr Bajramit me njëherë pas namazit të drekës. Kjo ishte një biografi përmbledhëse rreth Imam Buhariut, ndryshe siç e dini ka me dhjetra, ndoshta qindra vepra që kanë trajtuar qoftë në kuadër të tyre, qoftë si libra të veçanta, biografinë e Imam Buhariut. Ne thjesht e bëm një përmbledhje sa për të bërë hyrjen në këtë cikël të ri të ligjëratave që do të mbajmë me lejen Allahu te bareke ve teala. Ne, siç përmendëm, do të shpjegojmë një libër të Imam Buhariut. Është fjala për librin El Adab, i cili konsiderohet një prej librave më të mirë të imamit, por edhe më të mirë absolutisht të llojit të vet. Libri është prej atyre
përmbledhjeve që dallojnë për mbajtjen e begat dhe për numrin e saktë të haditheve. Pra është një libër i cili tek dietarët është klasifikuar si libër i veçantë, si libër i cili është i një rëndësie për faktin se imami siç dihet në librin bazë që ka në librin e Sahih, domthonë libri Sahih që quhet, që njihet si saj, kapitullin e 78 ja ka kushtuar etikës. Mirë po, për shkak se ky kapitull është tejet i rëndësishëm, atëherë Imam Buhariu nuk ka mjaftuar vetëm me kaq. Krahas librit as-Sahih e ka veçuar këtë kapitull dhe e ka zgjeruar dhe e ka shkruar një libër të veçantë. Një libër i cili është shumë me rëndësi për faktin se, siç kam përmendur kritikët, siç kam përmendur studiuesit, ky libër ka 644 kapituj me 1322 hadithe. Pra janë 644 tema me 1322 hadithe dhe kjo, siç ka thënë Albani, Allah mëshiroft, flet për mbajtjen e begat që ka ky libër. Krahas kësaj, ky libër dallon prej librit as-Sahih për faktin se jo të gjitha hadithet janë të sakta. Mirë po, Albani që ka bërë edhe vlerësimin e librit, ka thënë se 3/4 e haditheve janë të sakta, ndërsa vetëm 1/3 nuk janë të sakta. Ajo që dallon këtë libër, nderuar vëllezër, dhe pse e bën joshës edhe tërheqës, krahas përmbajtjes, është fakti se në të Imam Buhariu ka përmendur hadithe që nuk janë në 6 librat që ne I përmendëm pak më parë. Pra hadithet që janë të sakta dhe cilat nuk janë në 6 librat bazë të haditheve që ne I përmendëm pak më parë. Buhariu këtë libër e ka filluar jo siç fillojnë rëndom librat, pra nuk ka bërë një parathënie në këtë libër, nuk ka shkruar një parathënie, mirë po e ka filluar drejt për drejt me përshkrimin e një prej kapitujve që ne me lenin Allah te bareke ve teala do ta përmendim në javën që vjen. Imami e ka ndarë librin në kapituj, siç përmendim janë 644 kapituj ku ka përmendur hadithe. Krahas haditheve ka përmendur edhe thënje të sahabeve, madje siç kanë përmendur kritikët, ndonjëherë Imam Buhariu ka përmendur edhe tefsire, edhe interpretime të sahabeve, për shembull e ka përmendur në disa raste, e ka cituar Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma dhe interpretimet që ai I ka bërë ajeteve të caktuara. Po kështu Imam Buhariu ka përmendur një hadith në më shumë se një kapitull. Pra e ka përsëritur hadithin, mirë po sa herë ka përsëritur hadithin, ka sjell diçka të veçantë, qoftë në sened, qoftë në meten, qoftë në vargën e transmetuesve, qoftë në tekstin e haditheve. Po kështu I ka shpjeguar ndonjëherë disa fjalë që janë të paqarta në hadithe, sikur që I ka cituar edhe dietarët që kanë dhënë mendime ose kanë folur rreth domethënieve të këtyre fjalëve. Ajo që edhe do doja ta përmbyll me të, nderuar vëllezër, ajo që mendoj se parashtrohet si pyetje dhe mbasi dikujt edhe mund t'i interesojë, përse pikrisht e kemi përzgjedhur këtë libër. Ne e pam që ky libër është I veçantë, ky libër ka autor një njerëz që ka vlera të jashtëzakonshme shkencore, një emër që është I besueshëm tek muslimanët, mirë po, cila është rëndësia e tij që ne ta përzgjedhim në këtë kohë kur kemi libra të shumtë që mund t'i shpjegojmë, kur kemi tema të ndryshme që mund t'i rrahim, kur kemi mesele dhe probleme me të cilat ne ballavaçohemi dhe të cilat kanë zgjidhje. Sigurisht se këtu qëndron edhe arsyeja pse ne kemi përzgjedhur këtë libër. Pikërisht për shkak të këtyre problemeve, për shkak të kësaj gjendjes në të cilën ne jemi, për shkak të
kësaj dekadencës shpirtërore dhe morale që ne jemi duke përjetuar, e kemi përzgjedhur edhe këtë libër. Allahu mëshiroft Albani kur e ka bërë hyrjen e librit, kur e ka bërë kritikën, ka përmendur një dietar të quajtur me emrin Abdurrahman el-Yemani el-Muallami, i cili ka thënë kësaj: konsideroj se ummeti sot është sprovuar me probleme të ndryshme, me halle, me brenga të ndryshme. Dhe ilaçi i vetëm i shërimit të sëmundjeve të ummetit fshihet në etikën e vërtet profetike dhe në zbatimin e saj në praktikë. Pra, ummeti është duke përjetuar një situatë të rëndë, një gjendje të rëndë, është duke kaluar në për një periudhë të jetë të rëndë. Dhe problemi qëndron për shkak se ummeti është larguar nga etika profetike. Sot në mesin e muslimanëve mund të hasësh gjithçka, mirë po fatkeqësisht jo dhe etikë profetike. Pra ka mungesë të madhe të zbatimit të etikës profetike në praktikë, prandaj ilaçi ose çelësi i zgjidhjes së problemit të ummetit fshihet pikërisht në zbatimin e edukatës, e moralit, e etikës profetike. Dhe vazhdon tutje ky dietar dhe thotë: prej librave më të njohur në fushën e etikës, pra tani po e përshkruan problemin, po e përshkruan zgjidhjen, po ofron edhe një ilaç, thot prej librave më të njohur në fushën e etikës është libri i Imam Buhariut, El Edeb, i cili është libri më i mirë për t'ju përkushtuar. Pra është një libër që nuk konsiderohet humbje kohe nëse e lexon, është një libër që nuk konsiderohet humbje energjisë nëse merresh me të, është një libër i cili vërtet ia vlen që ne ta lexojmë. Po kështu Abdusselam Mubarak Furi, duke folur për këtë libër, ka thënë se në kohën tonë ne jemi duke u ballafaquar me probleme të shumta. E ka thënë këtë fjalë që konsideroj të nderuar vëllezër është maksim sa i përket mesazhit që e përçon morali islam në përgjithësi. Ka thënë është e vërtetë se njeriu arrin të bëhet njeri nëpërmjet këtij libri. Pra me ato shprehje tona që i kemi se kur themi për dikë ky është njeri, e kemi për qëllim që është i formuar, që ka vlera, që ka tipare, që ka moral, që ka etikë të mirë, dhe ky dietar Abdusselam Mubarak Furi ka thënë se njeriu bëhet njeri pikërisht nëpërmjet këtij libri. E veçmas në kohën tonë kur kjo pjesa e moralit islam, kjo pjesa e civilizimit islam që ka mbetur është rrëmbyer nga kultura dekadente evropiane. Pra ne si musliman realisht jemi të gjymtuar, kemi mbetur mrapa dhe ka shumë gjëra që neve fatkeqësisht për shkak se jemi larguar prej fesë na mungojnë, dhe fatkeqësisht në këtë gjendje ne nuk mendojmë për të kthyer tek feja. Mirë po jemi joshur nga kultura evropiane. Prandaj thotë që çdo kush që e lexon këtë libër arrin që të formohet dhe të bëhet njeri me kuptimin e plotë të fjalës, arrin që të bëhet musliman me kuptimin e plotë të fjalës, dhe ne e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu të na mësoj të përfitojmë prej këtij libri, Allahu të na mësoj që të jetojmë me mësimet e tij në takimet tona që do të kemi javën në vazhdim. Do të bindemi për vlerat e këtij libri, do të bindemi për mesazhet e çmuara të tij, do të bindemi se sa i rëndësishëm është që ky libër të jetë në mesin ton me lejen e Allahut te bareke ve teala. Po kështu dua që të bëj edhe një lloj premtimi, për shkak se unë kam filluar tash sa kohë studimin dhe shërbimin ndaj këtij libri. Me lejen e Allahut te bareke ve teala kam ymyr tek Allahu që kur ta mbarojmë shpjegimin, do ta keni edhe të botuar në shqip. Do ta keni edhe të botuar në shqip me lejen e Allahut te bareke ve teala. Pra do ta bëjmë një lloj kurorëzimi të punës son, ndoshta disa muajshe, dhe në fund me lejen e Allahut te bareke ve teala
këtë libër do ta keni të pranishëm në duart tuaja edhe në gjuhën tonë. Allahu na fal për çdo lëshim, për çdo sukses, ne i detyrohemi vetëm atij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.